Korça njihet për traditën, kulturën dhe më shumë për serenatën. Ndonë se thuhet se Korça është qyteti i serenatave, duket se rrënjët e thella të kësaj muzike janë në Ziçisht e qytetit të Devollit. Këtë fakt e kemi dëgjuar shpeshherë nga banorët e këtyre zonave, por sërish nuk është e vërtetuar. Megjithatë, zona e Devollit ka një sër personazhe shumë të veçantë që mbajnë gjallë traditën e serenatës. E jo thjesht serenatën, por ato këngët e vjetra që janë krijuar vite më parë e që nuk ju dihet as autori apo krijuesi. Në këtë reportazh në ATV do t'ju njoh me një profil të veçantë serenatisti, pikërisht me Devi Becollin, në jetë me një profil krejt ndryshe me profesion ekonomist, ndërsa me pasionin për të kënduar serenat dhe për të luajtur në kitar prej më tepër se 15 vitesh. Devi Becolli është artisti që po bën krenar zonën e Devollit, mjafton të ketë në dorë një kitar dhe aty nxjerr në pa talentin e tij për të luajtur këtë instrument dhe për të kënduar serenatat aq bukur. Becolli tregon se prej vitit 2009 ka nisur ky rrugëtim i bukur i tij me një rrjet tjetër ndryshe nga rutina e përditshme, duke u bërë pjesë e grupit të serenatistëve të Bilishtit. Kitarën e mësoi mes tyre, hera herës duke u avjedhur pak zanatin, akordet apo tingujt. Ka qenë shumë të bukura. Diku në vitet 2009-2010, atëherë kam filluar t'i bashkohem grupit të serenatistëve të Bilishtit, ku fillova të këndoj me ta, që më pas, mbas atij momenti duke mësuar, duke vjedhur edhe nga ata mbas edhe në një tingull apo në një akord, filluam të bëhemi disi edhe më të njohur edhe jashtë Bilishtit, edhe në Korçë, edhe më gjerë. është vërtet kënaqësi të këndosh për serenatën, është vërtet kënaqësi. Emocionet që i fal serenata janë të pafundme e të papërshkrueshme për artistin Becolli. Ai thekson rëndësinë dhe vlerën e madhe që ka një këngë e serenatës, këngë të shkruara shumë vite më parë, që madje as krijuesi nuk mund të gjendet dhe në përfundim ngelet e shkruar nga populli. Të poezi dhe të gjithë mbledhin supa duke thënë që nuk e dim edhe ngele që ka shkruar populli. Imagjino sa të vjetra janë ato poezi, janë perla, janë. Domethënë mbase në mes të një këngë mund të dëgjosh një histori 40 vjeçare. Çdo këngëtar e ka një këngë shumë pranë zemrës, mbase për historinë që ajo ka, mbase për gëzimin apo dhimbjen që përcjell. Ndërsa e pyesim Becollin se cila është kënga që veçon, ai thotë se nuk mund t'i ndajë nga njëra tjetra. Është një pyetje që unë e marr shpesh dhe përgjigjen e kam standarde të njëjtë. Nuk i ndaj dot. Janë shumë të bukura. Njëra është më e bukur se tjetra. Sa këndon njërin të kujtohet tjetra, sa këndon tjetrën kujtohet tjetra. Nuk i ndan dot, është e pamundur. Është e pamundur sepse çdo këngë ka veçantinë e vet, ka tekstin e vet, ka poezinë e vet, ka historinë e vet. Nuk i ndan dot, është e pamundur. Grupi këngëtarëve nga Bilishti është një nga grupet më të veçantë që ka Juglindja. Të gjithë pjesëtarët e grupit kanë profesione të ndryshme në jetë, dikush ekonomist, si Becolli, një tjetër farmacist, përkthyes, e kjo e spikat këtë grup nga të tjerët. Ata bëjnë muzikë dhe gëzimi më i madh për ta është kur të tjerët kënaqen, ndërsa i dëgjojnë të këndojnë. Koincidenca është që asnjëri prej pjesëtarëve tonë të grupit nuk është këngëtar i mirëfillt. Njëri është ekonomist, njëri është jurist, njëri është përkthyes, njëri është farmacist dhe ky është detaj që na spikat edhe na bën disi më të veçantë, sepse ne kemi profile të ndryshme dhe bëjmë muzikë. Pra ne bëjmë muzikë për kënaqësi, bëjmë muzikë për qefin tonë dhe për qefin e miqve atyre që na dëgjojnë. Dhe kënaqësia më e madhe është kur i shohim të tjerët teksa kënaqen, duke na dëgjuar neve. Është shumë e veçantë pjesa e të patur një profil tjetër, një jetë tjetër, një ritëm tjetër jete, edhe ta thyesh me tingujt muzikor edhe me serenatën edhe me këngën. Gjithsecili prej tyre në bagazhin e makinës ka me patjetër një kitar, kjo për shkak se kudo ku shkojnë nëpër ambiente të ndryshme, njerëzit që i njohin u kërkojnë që të këndojnë. Organizimet e tyre janë shumë të shpeshta, jo vetëm në fundjavë, por edhe gjatë mbrëmjeve të ditëve të javës. Mjafton të jenë 2 prej pjesëtarëve të grupit që të krijohet atmosfera dhe tavolinës t'i shtohen edhe të tjerë. Shumë shpesh organizohemi. Gjithsecili prej nesh po ta shohësh në bagazhin e makinës e pa diskutuar që ka një kitar.
Po të jemi tek, e kemi një çik të vështirë, po bëm 2 direkt marrim kitarat, kështu që organizojmë kudo. Madje shkojmë në për ambiente tjera me miqe, me shok sa na shohin, na thon, "Ore, po juve si keni marrë kitarat?" Edhe detyrojmë që i mbajmë gjithmonë me vete edhe i kemi shumë të shpeshta, edhe është një dashamirësi shumë e gjëre të gjithë miqve nga do në Shqipëri që na mbështesin, na dëgjojnë, na duan, edhe i duan, kuptohet. Duket se vitet e fundit Serenata ka pësuar ndryshime, më konkretisht në tekstet dhe fjalët që vit pas viti janë transformuar sadopak, por Devi Becolli thot se Serenata duhet kënduar ashtu siç është në origjinalitet, në të kundërt nuk mund të quhesh se e këndon. Ai së bashku me grupin e Bilishtit mundohet të ruajë traditën e vjetër, stilin e këngës, tekstin origjinal të saj, për t'u përcjell edhe të moshuarve të njëjtin emocion që kishin dikur në rinin e tyre. Pra nuk mund t'i ndërhysh Serenatës. Nëse do ta harruash atë për çka është, atë për çka njerëzit duan ta dëgjojnë. Fshati Zeqisht është ndër të parët ku këndua Serenata në Devoll. Për Becollin 2 personazhe janë mjaft të dashur për të, njerëz të cilët ai i quan emblema dhe që ka mësuar shumë prej tyre. I pari ka pas qenë Xhaxhanashua, që nuk është më, ai na dëgjon nga larg tani. Kemi mësuar shumë këngë nga ai, një plak shumë i mirë nga Zeqishti, prej të cilit ka mësuar shumë këngë të vjetra. Edhe i dyti që vazhdojmë e kemi sërish në mesin ton, që është Papa Viktori, prifti i Zeqishtit. Ai është një perlë, më kupton? Papa Viktori, edhe ai ka të njëjtën pjesë me ne, që në profilin e tij, në jetën e tij ka pas qenë zdruktar, ka pas qenë marangos, është prift, por këndon. Njerëz si Devi Becolli janë të pak në numër, jo vetëm në zonën e Devollit, por edhe në Korçë. Artistë të tillë kanë trashëguar nga të vjetrit pasionin për Serenatën, e sot përcjellin me zërit melodioz emocione të mrekullueshme, duke frymëzuar çdo që e pëlqen atë. Për Shqipërinë është fat që të mbahet gjallë tradita e vjetër me këngët origjinale që tregojnë vlerat e paçmueshme të një zone.